يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, hamdi dhe të gjitha falënderimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah i kabul këtë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allah subhanahu wa ta'ala. Sonte inshallah do të flasim diçka lidhje me atë çka prish agjerimin. Pra më falem diçka lidhe me atë arsijet me të cilët lejohet prishja e agjerimit edhe çka duhet me bom pastaj. E sonte do të flasim atë se çka prish agjerimin. Edhe gjëra që prishin agjerimin ndahen në dy grupe. E para, gjëra që prishin agjerimin për të cilët duhet bën vetëm kaza. Do të thonë, tu ka prish një ditë e ban kaza. Grupa e dytë është gjëra që e prishin agjerimin e për të cilat duhet bërë kefaret. Shkon kefaret shpagim plus edhe kaza. E kompenzon atë ditën. Do të thonë edhe shpagim, kefaret plus edhe atë ditën që e ke prish edhe atë e agjeron. E kefaret janë shpagimi është me agjeru 2 muaj plot të honës ose 60 ditë. Tash gjëra që prishin agjerimin për të cilët duhet bërë vetëm kaza, e para përdorimi ndonjë ushqimi apo ilaçi me arsyetim të shëndosh islam. Për shembull, ke përdor ushqim apo ilaç apo me arsye. Për shembull, i semur ke qenë apo s'ke mujt me përballu agjerimin, ka ndodhur diçka, i dobësua dhe s'mund me përballu agjerimin, e prish me ushqim apo të ka kap një sëmundje edhe ke pi ndonjë ilaç, agjerimi prishet. Edhe për këtë e ndërpret agjerimin dhe pas Ramazanit obligohesh me shka me kaza, ditë për ditë. Nëse ke prish një ditë një, nëse 2, 3, 4, sa ditë ke prish aq i përsërit. E dita nëse agjeruesi e prish agjerimin gabimisht. Ç'është gabimisht? Për shembull, tu mor abdes, të shpërlagohen, shkon një pikë të poshtë, prish agjerimin. E këto çka ban vetëm çat ditë e përsërit mas Ramazanit. E për këtë duhet me pas kujdes kur të morë me abdes. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se gjatë abdesit është sunnet kur ta shpërlajmë gojën me shpërlam mirë. Vetëm thot nëse jeni duke agjeru. Nëse jeni të agjeru, atëherë mos e shpërlani shumë gojën, po vetëm sa për sunnet me fut ujin në gojë edhe me nxjerr jashtë. Apo me imponim. Nëse dikush ta imponon me prish agjerimin. Me ndaj forcë apo me diçka tjetër apo me mashtrim, të mashtron dikush atë, kur ishme matrim, vogli kur ishme, shoh me të vëçën u mashtrojsh, ne merr haje çket. Edhe ti harrojsh se është Ramazan edhe domethënë me mashtrim të ka mashtruar të ka çumë pastaj ta kamai Ramazan ka. E tash nëse është me harres nuk prishet. Nëse me harres nuk prishet. Ke harruar se është ditë Ramazan dhe ke hongër nuk prishet. Po nëse ta imponon dikush me zor çon me hongër diçka, atëherë prishet ajo sepse ke hongër. Prishet e ditë edhe e përsërit mas Ramazanit. Apo për shembull, nëse nona duke ja përti fëmijës ushqimin i shkon gabimisht diçka në fet. Se lejohet për shembull nona nëse kërkon nevoja me ja përti pak ushqimin fëmijës e pastaj nxjerr ja fëmijës, agjerimi nuk prishet, po nëse i shkon diçka në fet të poshtë, prishet agjerimi. Do të thonë më mirë është mos me bën këtë vepër, por nëse e kërkon nevoja, atëherë duhet me pas kujdes mos shkon diçka në fet se prishet agjerimin. Se jo gjithçka që hin gojë prish agjerimin. Nëse shkon në fet diçka prish agjerimin, ë? Se mund, por që na ujin e futmi në gojë kur mor me atë, po. A prish agjerimi jo. Kur prishet nëse shkon diçka në fet. Pra vetëm me shtin diçka në gojë dhe me nxjerr jashtë nuk prish agjerimi. Kur prishet nëse shkon në fet diçka. Nëse hahet ose pi diçka që njerëzit zakonisht nuk e pëlqejnë, nuk e hajnë. Për shembull, nëse hajnë diçka që njerëzit normal nuk e hajnë atë. Për shembull, në gurt vogël. E fun gojë dhe shkon në fet e poshtë.
Njerëzit normale hajnë gorzën, nuk hajnë. Ama e prish agjerimin, e prish agjerimin. E me çka obligosh vetëm me kaza. Pra një ditë ka ndodhur kjo, e ki bën këtë, mas Ramazan vetëm këtë ditë e agjeron. Apo kokra të rizit të pazir, pauzi, me mor kokra të rizit me hongër, agjerimi të prishet, me çka obligosh vetëm me kaza. Apo brumi ose mielli që nuk janë përzira me ndir ose me sheqer. Ki mor vetëm miell, apo ki mor vetëm brum edhe han, agjerimi prishet, obligosh me çka me kaza një ditë. Nëse prish ditë. Por me kusht që ke miell apo brumi mos janë përzim me ndir apo me sheqer. Pse? Sepse pastaj ndryshon ai shija e sajna. Këtë që të sheqer apo ndir diçka janë ndryshon shijen edhe prish atëre agjerimin, edhe me këtë obligosh pastaj edhe me kaza, edhe me çka? Edhe me shpagim, pra me kefaret. Pra të gjitha këto e prish agjerimin dhe ditët e prishra duhet kompenzuar. E katërta, ngrënia ndonjë pemë e cila ende nuk është e pjekur dhe që zakonisht nuk hahen të papjekura. Një pemë merr edhe fillon me hongër. Kjo pemë nëse nuk është e pjekur dhe zakonisht nuk hahet ashtu, duhet mu prit mu pjek ajo. Edhe han këtë pemë pa pjek, e prish agjerimin dhe obligosh vetëm me kaza. Apo ndonjë lloj bime, të gjitha këto pra e prishin dhe obligohet me kompenzim, pra me kaza. Kjo me kusht, nëse ato nuk i ka zier dhe nuk i ka përzier me krip, apo ndonjë element tjetër që jep shije. Pra ajo pema e cila është pa pjek, edhe njerëzit zakonisht nuk e hajnë çashtone. Edhe ti shkon e han, e prish agjerimin dhe obligosh vetëm me kaza. Po nëse kjo pema është e përzime me diçka, me krip, apo me ndonjë element tjetër që jep shije tjetër, e prish agjerimin, obligosh edhe me kefaret, edhe me çka, edhe me kaza. E pesta, vjellja shkaktuar me qëllim e prish agjerimin dhe obligohet me kompenzim. Për shembull gjatë ditës diçka s'po nihesh mirë, edhe fut gishtin gojë për me vjell. Dhe me thonë ti e shkaktove, ti u bone sebe për me vjell, kjo e prish agjerimin. A nëse vjell pa qenë ti shkaktar, për vetë vetës vjell, nuk e prish agjerimin. A nëse vetë është fut gishtin gojë, edhe një herë dërë desa të vjellësh, kjo e prish agjerimin. Nëse agjeruese ha atë që ka mbajtur mes dhomëve, dhe ajo është më e madhe se një leblebi, i thonë leblebi. Nëse është më e madhe se kokra e leblebis, kjo e prish agjerimin, sepse për asaj mundesh më rujt. Të ka mbajtur mes dhomëve, më e madhe se kokra e leblebis, për asaj mundesh me hetu se ki ngoj, edhe me hek prej goje. Nëse çat mastifit ka mbajtur me dhomëve dhe e çon te poshtë, e prish agjerimin. Edhe obligohesh me çka? Vetëm me kaza. A nëse është me voll se kokra e leblebijës, nuk e prish agjerimin, sepse për asaj është problem më rujt. Më shpesh, mund me në ndohë me na pas majt diçka, pse i lanë dhomë, ka mund me të majt diçka në me dhomëve, e gjatë ditës tu folte, lëvrit guën, mund me darë për ati vejt, me shku të poshtë, nuk e prish ajo agjerimin. Dhe në fund përgojimi, bartja fjalëve, rrejna, shikimi në haram, këto nuk e prishin agjerimin. Se shpesh ndëgjojmë njerëz për ignoranta xahilave, përgojimi, bartja fjalëve, rrejna, këto ta prishin agjerimin, nuk e prishin agjerimin. Kur ku nuk shkon kjo se e prishin agjerimin. Çka mund me ndiku kjo? Ndikon te agjerimi. Çka ndikon? Te shpërblimi. Te shpërblimi i agjerimit. Ama nuk e prishin agjerimin. Pra këto ishin disa pika të cilat e prishin agjerimin dhe me të cilat obligohesh vetëm me kompenzim, pra vetëm me kaza. Ditë për ditë, sa ditë i ki prish, aq ditë edhe e ban kaza. Tash pika ditë, gjëra që e prishin agjerimin e për të cilat duhet me bon kefaret, pra shpagim edhe kompenzim kaza. Kefareti çka është? Kefareti është i obliguar për secilin që i plotson të gjitha kushtet për të qenë i obliguar me agjerim. I kena cek, me qenë musliman, me qenë i shëndruar psikikisht, me qenë moshën madhore, e këto persona, nëse e prishin agjerimin gjatë ditës, me të cilët tash do t'i përmendni, këto obligohen me kefaret. E para, të ngroni dhe të pini të ushqime të rëndomta. Dhe më thonë ushqime që normal i hajnë njerëzit. Apo pije që normal i pi njerëzit. Uje, naj lang, naj diçka, apo buk, pemë, frite të ndryshme që ha normal. Edhe gjatë ditës të Ramazanit, pa imponim, pa harres, pra me plot vetdije e han,
gjatë ditës Ramazanit, këto e prishin agjerimin. Dhe sipas shariatit apo sipas Islamit, nëse e prish tonë, atë obligohesh me kefaret, me shpagim. 60 ditë ose 2 muaj plota të honës, plus ajo dita të cilën e ke prish. Pra nëse janë 2 muaj plota, do të thotë 2 muaj e 1 ditë, nëse me ditë 60 ditë plus atë ditën 61. Ja tash e përmendin inshallah se si bëhet kjo shpagimi, kjo kefareti. Pra siç ushqimet e rëndomta pa justifikim të drejtë të shariatit, pa ndonjë arsye të i hongër këto, për shembull ushqimet e rëndomta me pi diçka, ilaçet, thithja duhanit, për shembull me pi duhan, pa harrejt, pa kush me plot vetë dije, gjatë ditës Ramazan, me nijet prej natës që e ke bën, edhe pi cigare, prishte ajo ditë, edhe obligohesh me kefaret. Me shprehje ngrënje dhe pirje përfshin të gjithë thastërinë që zakonisht hanë dhe pijen, pra janë për ushqim, shërim apo ëmbëlsinë, siç janë buka, mishi, penë, perimet dhe lëngët gjatë të tjera, uji e të tjera. Pra këtë ushqime që janë të rëndomta, shka i hanë njerëzit, shka i pinë njerëzit normal, ilaçet, edhe i bën këtë me vetdije, pa asnjë arsye, pra kjo e prish agjerimin dhe obligohesh me çka me kefaret. E dita nëse ndodh mes burrit dhe gruas marrëdhënie intime e plot, obligohet me kefaret dhe me kaza. Nëse ndodhin vetëm gjëra që i paraprin marrëdhënieve intime mes burrit dhe gruas, siç janë për shembull vetëm prekja apo ndonjë përqafim, edhe vendete e ejakulimit, domethënë bëhet i papastër burri apo gruaja, nëse ndodhin vetëm këto që i paraprin marrëdhënie intime të plota, kjo nuk obligohet me kefaret. Ama nëse bëhet marrëdhënie plot mes burrit dhe gruas dhe vendete e ejakulimi apo të gjunëvllokut që i thuhet, atëherë prish agjerimi, obligohet me kefaret edhe me kaza. Ta çka është kefareti? Shpagimi. Kefareti është obligimi i personit i cili ka prishur agjerimin e Ramazanit me qëllim, pa ndonjë arsye islame e cila lejon prishjen e agjerimit. Kefareti për këtë person është dënim nga aspekti i obligimit, pra është dënim për atë personin, ndërsa ibadet nga aspekti i kryerjes. Pra dënimi është se pse e ka prish me vetë dije ditën e agjerimit, është dënim për të, dhe ka obligim me agjëru 60 ditë, ndërsa anën tjetër llogarit ibadet pse se e ka obligim duhet me kry. Këtë 60 ditë plus atë 1 ditë 61. Dhe është obligim të nxitohet, pra të shpejtohet me shpagimin, me kefaretin, mos me vanu, pse se shpagimi çka është? Është lloj pendimi, pendimi nuk lejohet mu vanu. Domethënë më njëherë mas Ramazanit është mirë, nëse të ka ndodhur kjo, më njëherë mas Ramazanit me bën këtë kefaretin, se është lloj pendimi, e pendimi nuk lejohet të vanohet. Tash kategoritë e kefaretit janë 3. E para, lirimi i një robi nga robëria. Sot nuk kemi rob. Me pas një rob, një skllav edhe me liru nga robëria, normal duhet me liru robin, po masi nuk ka, atëherë është e dita agjerimi 2 muajve radhazi pa ndërprerje, 2 muaj të hanës. Agjerimi 2 muajve sipas muajve të hanës, nëse fillon agjerimin ditën e parë të muajit hënor, atëherë i plotson 2 muaj. Edhe nëse këto 2 muaj, po ti llogaritësh që i dalin 58 ditë, s'prish punë. Kryesorja ka agjëruar 2 muaj të plot. Po nëse muaj të honës ja fillon ka gjisa, apo ka dita e 5, apo ka 10, atëherë pa që të i kemi numëruar 60 ditë, 1, 2, 3, 4, 60 ditë. Plus atë ditën që e ki prish agjerimin. Dhe duhet me pas kujdes, ai cili ka dëni kefaret, dëni shpagim, duhet me pas kujdes, këto 60 ditë, apo 2 muaj të plot honës, ti llogaritë kur brenda këtij mos vjen një ditë ku është ndaluar me agjëru. Për shembull, mos e vjen një ditë bajrami. Pse? Se nëse ja ke filluar, një muaj të gjys për shembull ja ke filluar, i tesh të agjëru për atë kefaretin, me bon kefaretin. Mas një muaj të gjys shkon i vjen bajrami. Si ki llogaritë, i vjen bajrami, në bajram është ndaluar me agjëru. E ban bajramin prej fillimit duhesh me nisë aty 60 ditë. Ose 2 muaj të plot hanës. Nëse ndodh ta prishin ndonjë prej këtyre ditëve qoftë edhe me arsye tim, për shembull udhtim. Ja ka filluar dikush me agjëru këtë 60 ditë, shpagimin. Po brenda këtij 60 ditëve i dol një udhtim me shku diku. Atash në udhtim, sipas Islamit, ky është arsye mund me mos me agjëru atë ditë.
Edhe shkon që nuk agjeron atë ditë, se thot valla udhëtar janë, e prishin. Nëse e prish, prej fillim duhet me nis ti 60 ditëve. Ani pse është arsye sipas Islamit, ama s'ki drejtë. Për çfarë duhesh me llogaritë të 60 ditë apo 2 muaj të plot, mos vjen doni ditë që nuk lejohet me agjeru, mos ndodhet diçka që sipas Islamit është arsye për me prishti. Ama nëse e prish, duhesh me fillu prej fillimit 60 ditëve. Nëse femra e cila e prish për shkak të ciklit mujor, për shembull një femër i ka 60 ditë ka minimum, kefaret. Edhe brenda këtij 60 ditëve ka minduar sa pas ciklin mujor. Nëse e prish për shkak të ciklit mujor, në rregull është, se nuk është në dorën e saj. Por në momentin ku të krijë cikli mujor, për shembull sot ju ka krijë cikli mujor, a pastru, nesër menjëherë do të më fillu mi vazhdu ditët. Nëse nuk ja fillon nesër, thotë diçka nesër për marr pushim, pas pushoj po ha po pi, mas nesër ja filloj. Nëse nesër nuk agjeron, prej fillim duhet më nis 60 ditëve. Pra se sot a pastru, nesër duhet menjëherë mi vazhdu ditët çka i kanë bërë. Apo femra cila pas lindjes që nuk ka drejta me agjeru edhe ajo, kur të pastrohet duhet me fillu menjëherë me vazhdu me agjeru ditët e mbetura. E nga ky rregull bojnë përjashtim çmenduria, humbja e vazhdueshme e vetdijes dhe sëmundja për të cilën lejohet të prishet. Pra nëse dikush i çmendet brenda ditës apo disa ditë, apo e humb vetdijen gjatë këtyre ditëve, apo i vjen një sëmundje që lejohet prisht agjerimin. Sëmundje që nuk e ka shkaktuar, po ka ardhur pa priti, ka ardhur një sëmundje, nëse ndodhen që këto janë përjashtim nga rregullat që i cekëm deri që tash. Edhe e treta, e para tham lirimi i robit, e dyta me agjeru 2 muaj plot honës ose 60 ditë, dhe e treta ushqimi 6 ditë të varfërve. Nëse rob nuk ka melçu, nëse nuk mund me agjeru 60 ditë apo 2 muaj plota, atëherë i ushqen 6 ditë të varfër. Kjo nuk kupton ngopjen e tyre me di ushqime ditore, siç janë sifili dhe iftari. 6 ditë të varfër. E tash radhiqja e kategorisë si bëhet, njëherë duhet me fillu me rob, me lëshuni rob. Nëse s'ka rob, atëherë duhet me agjeru 60 ditë ose 2 muaj plota, nëse edhe këtë s'mund të bën, atëherë kalon te kushti ushqimi i 6 ditë të varfërve. Patjetër i ka mi qumë me renjë, mu për të trija me zgjedhë, na letëson të zgjedhë, valla më llogari, po kam një ushqit 60 varfër. Pare li, ashtë edhe thot, jo, duhet me njësë prej natë, rob, s'ka me që, atër duhet me agjeru 60 ditë. S'mund me agjeru 60 ditë, kalon të e trejta, ushqimi 60 të varfërve. Pasaj ku ja këto shpagimi kefaretin, mund me dhënë disa njerëzve, apo disa njerëzve e kështu me radhë, këtë ushqimin e 60 të varfërve. Nëse prishja e agjerimit përsëritet në 2 ditë me marrëdhënie intime të plot mes burrit dhe gruas, atëherë kefaret nuk do të shndrohet në një për shkak të madhësisë së deliktit apo faje, çkjelja e ligjit. Tash nëse gjatë Ramazanit, në 13 ditë kam hangër me vetdije. A tham obligohesh me 60 ditë agjerim. Po 17 ditë apete, hangra diçka. 25 apete, sa u banën 3 apo. Amo për këto të 3 me një kefaret, me një shpagim i mbulon krejt. S'ka me një 60 për këtë, 180 ditë, jo. Me 60 ditë plus të 3, 63 ditë. Vetëm me marrëdhëniet intime, nëse burri dhe gruaja bojnë marrëdhënie intime gjatë ditës Ramazan me vetdije, edhe marrëdhënie intime të plot, nëse ndodhin gjatë Ramazanit di herë, si cila ka shpagimin e vet, për këtë parën 60 ditë, për këtë ditën 60 ditë. Pse? Sepse e shkak për se madhësia e fajit që e ka bën. Hajt një dëner për ushqim thot, a di, për pije, qetri për duhan, qetri për kafe. Am për këto marrëdhënie intime të plot me bë, shkaki i fajit të madh që është, për çat me sipas sheriatit është, se nëse ndodh një herë dia apo 3 gjatë Ramazanit, për si çon duhet me xhru ka 60 për këtë, 60 për këtë, 60 për këtë. Pra këto ishin gjëra që e prishin agjerimin dhe me të cilët obligohem vetëm me kaza, ose pjesa tjetër kanë ata që obligohen edhe me kaza edhe me kefaret me shpagim. Është mirë me ditë se dikush nëse e ka prish me qëllim gjatë ditës, hape se kollaj, mas Ramazanit e agjeroj një ditë edhe u kri. Jo. Nëse me qëllim e prish, me vetdije, duhet me shpagim, me kefaret 60 ditë plus atë ditën 61. E nëse ndodhen ato qjerët, si e cekëm më herë,
Nëse han diçka që normal nuk e ha njerëzit, apo ndonjë sëmundje, apo udhëtime, gjitha këto me arsye, to vetëm e bën kazan, kompenzimin. A grupe e ditë, nëse ha me qëllim me vetdije gjatë Ramazan pa harres, duhet 60 ditë me agjëru ose 2 muaj të plota. E lutem Allah subhanahu wa taala që të na shton diturinë të mësojmë rreth çështjeve apo rreth ibadeteve që i kemi ndaj Allah subhanahu wa taala, sepse adhurimet duhet të bëhen bazë Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam, e jo bazë siç na merr mendja neve, sepse Ramazani është një adhurim i madh, është një nga 5 shtyllët e Islamit, e duhet ta krijmë ashtu siç na ka porositur Allahu dhe siç na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe se proma inshallah, edhe një temë kemi për Ramazanin, gjëra që nuk e prishin Ramazanin. Pse më përmend këtë? Se ka shumë raste njerëz i bujnë disa punë gjatë Ramazanit, mendojnë se ju ka prishur agjërimi, e pastaj shkojnë vazhdojnë hajnë e pinë, e bash atëherë ju prishën. Inshallah se proma folim për atë temë, e natë të tjera vazhdojmë me tema tjera që kemi nevojë të dimë dhe që i kemi obligim të dimë. E lutem Allah subhanahu wa taala të na pranon agjërimin ton, lutjet tona dhe çdo ibadet që ta bëjmë për Allah subhanahu wa taala, dhe në fund të lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.